Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Pini esëll 2 gota hirë për 30 ditë, ja se çfarë ju ndodh më vonë. Keni dëgjuar ndonjëherë për hirën, ndoshta emri nuk e ka aq të bukur sa çka vlerat që ajo ofron për njerëzit, krahasuar kështu edhe me vetditë e qumshtit. Hira është një lëng i cili përfitohet pasi është të bërë djathi. Për të bërë 1 kilogram djath na duhen të paktën 10 litra qumësht, kur 9 prej të cilave janë në hirë. Për të nxjerrë më të mirë nga kjo pije, ekspertët këshillojnë që të pini maksimalisht gjysmë deri në 1 litër hirë në ditë, dhe nëse doni maksimumin e efekteve, atëherë përdorni hirën e qumshtit të dhis. Pioneri i kërkimeve për sistemin imunitar, Elie Matinkov, njëkohësisht fituesi i çmimit Nobel në psikologjinë e mjekësisë në vitin 1908, e ka vlerësuar se tepërmi futja në dietën e përditshme të hirës. I quajtur ndryshe babai i imunitetit mes natyrales, Matinkov ka thënë se hira ka një efekt të pakrahasueshëm në sistemin gastrik. Jetëgjatësia dhe mosprekja e banorëve të Kaukazit nga probleme të ndryshme i atribuohet pikërisht konsumit të hirës nga kjo popullat. Hira përmban 16 lloje të proteinave, 8 minerale, vitaminat kryesore ato të grupit B, aminoacide dhe enzima dhe shumë elementë të tjerë të rëndësishëm për shëndetin. Ato pastrojnë veshkat. Hira bën një punë të shkëlqyer duke pastruar veshkat, madje në disa raste duke shkrirë edhe gurën në to. Nuk është rastësi përse ekspertët rekomandojnë masivisht konsumin e hirës tek personat që vuajnë nga sëmundjet e veshkave. Ajo largon helmet nga mëlçia. Mëlçia është një organ i shkëlqyer i vetmi në trupin e njeriut që ka fuqi rigjenerimi. Ky organ kryen një sër funksionesh të rëndësishme të trupit për të mbajtur nën kontroll edhe shëndetin. Studime të ndryshme kanë treguar se përbërësit e nxjerrë nga hira, sidomos proteina hirës, ka veti mikrobiale, antivirale dhe forcon gjithashtu sistemin imunitar dhe mbron nga sëmundjet kardiovaskulare dhe rrit performancën e aktivitetit fizik. Kjo pije e varfër në pamje, por jo në përmbajtjet e saj, ka beta-lactoglobin, e cila furnizon organizmin me aminothartira BCA, të cilët ndihmojnë në sëmundjet e avancuara të mëlçisë, të sëmurëve nga të thatit, u mundëson që të bëjë një jetë më të gjatë dhe më cilësore. Hira nuk ka asnjë arsye që të mos jetë edhe kryepija juaj e verës. Ajo tonifikon muskujt dhe ka efekte të mira dobësuese. Hira rekomandohet gjithashtu për të rënë peshë, duke qenë se proteinat e saj ndihmojnë për të dobësuar dhe për të rritur masën muskulare. Përveç kësaj, ajo i jep ndjesinë e ngopjes duke ndikuar te niveli i hormoneve që ulin oreksin. Ndërsa atyre që u pëlqen sporti, në vend të kokrave energjike që marrin, mund të përdorin pikërisht këtë pije, pasi fakti se ajo përmban shumë protein, i jep energji muskujve dhe mbi të gjitha rrit performancën e trupit tuaj. Hira forcon kockat dhe pengon osteoporozën. Sigurisht që hira nuk ka asnjë yndyrë që ka qumshti dhe është një zvendësues i tij për sa i përket vlerave ushqimore. Nga studimet sipas Brightside rezulton se hira përmban 16 lloje të proteinave, 8 minerale, vitamina kryesore ato të grupit B, aminoacide, enzima dhe shumë elementë të tjerë të shëndetshëm, dhe është pikërisht kjo përmbajtje që ka të krahasueshme me qumshtin e gjirit. Pija magjike ndihmon edhe në periudhën e prekjes së femrave nga osteoporoza, pasi furnizon kockat me ushqimin e nevojshëm. Rregullon yndyrën e tepërt në gjak. Hira u rekomandohet njerëzve të cilët kanë probleme me yndyrën e tepërt në gjak. Pas vetëm disa javësh të konsumit të rregullt të saj, do të shikoni efekte të mrekullueshme. Ajo largon edhe nivelin e lartë të stresit. Hira nxit prodhimin e serotoninës, hormoni i lumturisë, dhe kështu zvogëlon ndjenjën e stresit. Për të përgatitur hirën, keni nevojë të ndiqni këto hapa. Zjeni 1 litër qumësht, e kur të jetë në vlim e sipër, hidhni 1 pikë limoni dhe e lini të pritet. E lini të ftohet dhe ndani veç lëngun e të dukshëm që ngjitet sipër, pra hirën. Hidheni në një shishe qelçi dhe konsumoni fillimisht nga 1 gotë në ditë. Pjesa që mbetet si calc vlen po aq sa lëngu. Një lugë e saj, po të tretur në ujë, mund të konsumohet dhe t'i jap efekte pozitive për organizmin tuaj, që do të ndikojë gjithashtu pozitivisht në shëndetin e përgjithshëm. Aplikimi i recetave të tilla në dietën tuaj mund të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë ushqyese, duke ditur edhe rëndësinë e saj për shëndetin.
Për një kohë të gjatë besoi se gratë norvegjeze i detyronin ngjyrën e tyre të bukur kësaj pije, edhe pse mjeku i nderuar Paavo Arjola këshillon për një jetë të gjatë dhe cilësore, ndërsa Thomas Parr, një fshatar i përullur anglez që supozohet se jetoi 152 vjeç, ka provuar se përdorte çdo ditë hirrën dhe e cilësonte atë si një mrekulli. Ajo është e njohur edhe gjithashtu për të ofruar shumë vlera për trupin. Përbërja dhe veti të shëruese të hirrës janë gjithashtu shumë të larmishme, që do të sjellin rezultate të kënaqshme në dobi të organizmit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë përdorimin e hirrës në dietën tuaj të përgjithshme. Ky ushqim është i përshtatshëm që nga lindja deri në pleqëri. Edhe për shkak të ngjashmërisë me qumshtin e nënës mund të përdoret si supliment i qumshtit në dietën e të vegjëlve. Hirra në formën e saj origjinale është një lëng që përmban më pak se 1% proteinë dhe 92% ujë. Përbërësi kryesor i hirrës është kaliumi, natriumi, magnezi, fosfori, hekuri, zinku, bakri, kobalti, mangani, vitamina, enzimat të vlefshme dhe aminoacide. Vetëm 26 kalori përmban 100 gram hirë. Kjo është një arsye pse është veçanërisht e përshtatshme edhe për humbjen e peshës. Ajo është një pije sidomos për shëndetjen e mirë të mëlçisë. Një mëlçi e pastër është çelësi i shëndetit të mirë, dhe hira është një pastrues i fuqishëm i mëlçisë. Nëse vuani nga ndonjë sëmundje e mëlçisë, pini hirë rregullisht. Hira përmban edhe beta-laktoglobin, e cila furnizon trupin me aminoacide të quajtura BCA, të cilat ndihmojnë ndjeshëm në sëmundjet e avancuara të mëlçisë. Sipas ekspertëve, ajo përmban gjithashtu edhe BCA që ndihmojnë me njerëzit e cirozës dhe gjithashtu të jetojnë më gjatë dhe më shëndetshëm. Alfa-laktolbumina, e cila përmban hira, është e pasur me aminoacide esenciale triptofan, i njohur për rregullimin e gjumit dhe në përmirësimin e humorit. Është i pasur me imunoglobulina dhe lizozome, të cilat forcojnë imunitetin, që janë shumë të dobishme në hepatitin kronik. Në të njëjtën kohë ajo gjithashtu përmban laktoferin, antiinflamator, një përbërës me rëndësi të paçmuar për ata mëlçeja të cilëve është e ndjeshme ndaj inflamacionit. Hira është plot me cistein, me të cilën trupi ka nevojë për të prodhuar glutation, një antioksidant që mbron trupin nga inflamacioni dhe toksina. Nivelet e cisteinës janë shumë të ulta te personat me hepatit C, gjë që përkeçon dëmtimin e mëlçisë. Gjithsesi, glutationi është një antioksidant i fuqishëm që ndihmon në problemet e qendrës tiroide, inflamacionit kronik, sklerozës së shumfisht dhe sëmundjeve të Parkinsonit. Për të qëndruar më shëndetshëm dhe për të humbur në peshë, hira gjithashtu mund të jetë një zgjidhje. Nëse luani intensivisht me sporte, por përpiqeni të humbisni peshë, jeni në stres ose vuani nga sëmundjet e rënda, hira duhet të jetë pjesë e mësymjes suaj të përditshme. Hira është e pasur me elektrolite, hidraton më mirë dhe në mënyrë të shkëlqyer trupin, jep më shumë energji, ndaj është shumë e përshtatshme dhe pijet e mira për trupin. Hira është një lëndë e parë kryesore në prodhimin e proteinave, të cilat, siç e dini, janë pjesë e pashmangshme e dietës së çdo sportisti. Ndaj konsumi i hirrës mundëson rikuperimin dhe rritjen më të shpejtë të muskujve pas tërvitjes, redukton oreksin dhe humbjen e peshës. Ajo gjithashtu kontribuon në shëndetin antiviral dhe gjithashtu përmirëson shëndetin tuaj. Acidi laktik që posedon hira redukton numrin e tepërt të kërpullave dhe bakterieve të zorëve dhe pashjen e ulët të tij inkurajon punën e tyre. Konsumi i rregullt i hirrës rekomandohet për kapsllëkun, fryrjen, spazmat, divertikulitin dhe inflamacionin kronik të zorës. Ky produkt i vjetër mund të mundësojë gjithashtu edhe një humbje më të mirë të peshës. Lodhjet kronike dhe stresi, obeziteti dhe mbingrënia, presioni i lartë i gjakut dhe ulja e imunitetit, problemet e stomakut, sëmundjet e mëlçisë dhe pastrimi i trupit mund të lehtësohen ndjeshëm me përdorimin e hirrës vazhdimisht në dietën tuaj. Mund ta filloni duke konsumuar gjysmë gote në ditë derisa të arrini 1 litër në ditë. Vëmendje. Ju bëj më dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.